Kryetari i komunës së Gjilanit Alban Hyseni ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me zëvendësministrin e infrastrukturës Hysen Durmishin për realizimin e projekteve infrastrukturore në vlerë prej 3 milion eurosh. Nënshkrua marrëveshje me Ministrinë për Projekte Infrastrukturore në qytetin tonë në vlerë prej rreth 3 milion euro, tha Alban Hyseni përmes një postimi në rrjetin social Facebook. I pari i komunës ka treguar se marrëveshja përfshin ndërtimin e rrugëve kryesore në Gjilan, si rreth rrotullimin në udhkryqjen e Qarkores dhe rrugës së Prishtinës, në lagjen Arbëria, në lagjen e Zabelit të Sahidagës, rruga Hakim Myderizi nga Ishposta e vogël deri në dalje të rrugës Qarkore, po ashtu do të investohet edhe në rrugën Avdullah Presheva nga Xhamia e Medreses deri në dalje të rrugës Qarkore. Investimet do të prekin edhe rrugën Pajazit Ahmeti, ku do të bëhet rikonstruktimi i rrugës aktuale, dhe më pas do të investohet e rruga Vëllezërit Frashëri dhe Fatmiri Bishi në lagjen Dheu i Bardh. Sipas kryetarit Alban Hyseni, zona urbane po merr formë frym, por rindërtohet e po riformësohet infrastruktura e qytetit tonë, tha kryetari i Gjilanit.